Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar në këto qaste Kosovë, Shqipëri, trojet tona etnike, Evropë apo Amerikë, mirë se po riktheheni në këtë ambient fantastik basketbollistik të minatorit të zjarrt. Ndeshja e 6 finale historike, kur më parë s'kemi pas 6 ndeshje finale. Rezultati aktual 45-30, ka mbetur vetëm edhe 20 minuta deri në vendosjen e kësaj finale. Trepça do të mbron titullin e kampionit apo Bashkimi do ta barazoj serin dhe ta dërgoj në ndeshjen e 7. Mbetet të shihet Trepça ka 15 pikë plus pas pjesës së parë. Mushiqi për Madutin. Green është pranë tij, pick and roll me Majersin, i cili deporton për Mekullin në pjesën e parë me 2 pikë të tij. Fillon bëhet lojtari i dytë me pikë 2 shifrore, 11 sosh tek Trepça. Zeqiri dhe Hunter. McInnes përballë ka Majersin, Bunjaku. Max Smith dhe Tuna. Tuna sonte minutar shumë të ufa. Fantastik ishte Kjo ke Max prej Smith. Bajgurës. Max Smith çfarë treshe? 47 me 33. Max Smith. Në anën tjetër, Michael Green përgjigjet me deportim fantastik, 49 me 33. Një start i shpejt i dyja skuadrave. Blok atje i Zeqirit, tenton për 3 pikë Wendell Green. Kërkoj atje faul. Por referi Ruteshish filla shen që të vazhdon. Green e kap këtë top. Gabim në udhëheqje. Wendell Greenit. Edhe njëherë. Udhëheqje e dyfisht me këtë rast. me 33, po i shifni edhe statistikat poshtë të ndeshjes, tendimet për 3, 2 pikë. Gjuajtjet e lira. Mbrojtje e mirë McInnes. E fauli Greenit ndaj Bunjakut. Është personalja e dytë e Michael Greenit. 17 pikë i ka Michael Green, 4 asistime. Myers 11 pikë, 4 kërcime. Detaj shumë interesant është se Myers është blokuar sonte 3 herë. Pra, ndaj tij janë bërë 3 blokada. Ishte ai aksioni kur Eric Combs e bllokoi 2 herë radhazi, por edhe e treta ardhi pikërisht nga Combs. Green atje me të Mushiqin. Atje Adisi diskuton me të Mushiqin, i cili proteston, thot nuk e preka. Adisi thot pse e preke. Atje Rioni diskuton me Adisin, i thot që nuk e preke. Adisi në anën tjetër Vedar Greqe dhe Gështenja. Dimësit e Jankovicit të heshtur. Në vijnë e gjuajtjeve të lira Wendell Green, i cili deri tash ka realizuar 9 pikë, asnjë lojtar i Bashkimit nuk ka pikë 2 shifrore, do të bëhet Wendell Green i pari. Po realizon. Në pjesën e parë ishte 4-3 nga vija gjuajtjeve të lira, tani 5-4. Kërkon intensitet më të lartë dhe lojë më me zemër nga lojtarët e tij, Sasha Jankovici. Herën e dytë e huq, më i larti në kërcim është Hunter, mbetet rezultati 49 me 34. Mushiqi për Mrekulli, deporton kreti, kalon dhe realizon për 51 me 34. E përsia më e lartë prej 17 pikëve. McInnes luajti i fundit, 17 sekonda për këtë sulm.
Green atje depërton, nuk realizon. Lufton edhe një herë Murshic e pengon Hunteri e kap këtë top, po gabojnë, nuk mirën vesh Hunter dhe Green. Përshëndetje njëri me tjetrin, topi humbur është ky topi i 10 i humbur. 10 topat e humbur i ka dhe Bashkimi. Asa dhe Trepça tash. Vetëm 12 kërcime të Bashkimit. 27 të Trepçës, 15 kërcime më tepër. Dominim absolut në kërcime i Mitrovicave. Valon Bunjaku tenton për treshe, nuk realizon. Tuna është më i vëmendshëm, i vendosur atje. Green e shfrytëzon pick and rollin, por nuk realizon. Valon Bunjaku më i larti në kërcim i Max Smith, edhe një herë tenton për treshe, sa e rodhe nuk shënon, por aty në vend është McInnes. Kërcimi vetëm i 4 në sulm sonte për Bashkimin, i 5 falni. 5 pikë të McInnesit. Dueli dy Greenave, Hunter për Myersin, Myers dhe McInnes luftojnë. Opa, shumë pasime të gabueshme në këto 3 minutat e fundit. Tuna, pastaj e patëm Hunterin me Greenin dhe tani Myersin, nuk po kuptohen 3 topat të humbur. Gjatë tërë pjesës e pari ka pasur vetëm 7 topat të humbur Trepça, dërsa tani është ky topi i 4 i humbur për 3 minuta gjysmë. Realisht Bashkimi nuk arriti të shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme në këto minutat e para të pjesës së dytë këto topa të humbur Trepçës. Williams dhe Tuna. Williams po e komplikon atje, Tuna luan i fundit. Do ta rishikojnë situatën. Tuna përtasin brohorasin tifozët, do të jetë rishikimi i situatës. Reagoi Jankovici pas reagimit të lojtarëve të tij. Do ta rishikojmë situatën. A munësh edhe një herë? Sfida e Bashkimit ishte suksesshme, i fundit me top ka luajtur Tuna, 10 sekonda për sulmin e Bashkimit. 51-36. Mbrojtje e mirë, pressing i jashtëzakonshëm i Trepçës në këto qaste. McInnes shkon atje, depërton me rreth rrotullim, gjuan nuk realizon, Driloni lufton, por Lejson Zeqiri e kap këtë top. Bunjaku edhe 8 sekonda për këtë sulm. Williams i vetmuar dhe luftuan e gjetën pozitën dhe treshën e realizuan për 51-39 nga 17 në 12. Një mini seri prej 5-0 e Bashkimit në këto qaste. Mbrojtje e mirë e Lejson Zeqirit. Dhe tani kemi një situatë atje mes Tunës dhe Bunjakut. Pas faullit të shkaktuar.
Tani do të rishikohet situata për faullin eventual teknik të Valion Bunjakut. Valion Bunjaku, faul jo sportiv, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Tunën, faulli Tunës ndaj Bunjakut, ndërsa Bunjaku ndërshkohet me jo sportive. Për rruq të parën batën Tuna. Ka një efikasitet për 75% nga vija gjuajtjeve të lira në këtë kampionat batën Tuna. Merën në luft realizon për 52-39. Topi do të jetë për Kotonin. Luftojnë atje Hajrizi dhe Zeqiri. Miloni e sheh batën Tunën të veçuar në kënd gjuar, nuk realizon, por Koton lufton. Mbi Bunjakun e fiton këtë top me Kines në vend pran Majersit. Ja vjet topi nga dora Bunjakut, Grin, Koton nuk tenton për 3 pikë. E kthen te Grini, lëvizje mashtruese, rrshet. Është faull realisht gjatë asaj rrëshqitje. Pretendojnë atje se ishte rrëshqitje. Parketi veç ka filluar të kondenzohet dhe lojtarët duhet të kenë kujdes. Me të vërtet kemi pa që ka nisur që të rrëshqasin. Atmosfera është zapullim e madhe. Prej këtujt po shofim që referi nuk e pa që atje rrëshqiti Green. Realisht rrëshqiti dhe kontakti ishte shumë i vogël i Max Smithit. 52-39. Jemi duke pritur, kërkon atje, ja shikoni edhe trajnerin Janković, i cili po mundohet të motivoj lojtarët e tij që të japin maksimumin. Green dhe Morina tani. Batën Tuna. Williams nga ndërshkohet me personale. Personalja e tretë e bashkimit, Myers. Luan me këmbë atje do të jetë sulm 14 sekonda për këtë sulm, 52-39. Një qerek më i ngadalshëm, 9-7 në këtë qerek për bashkimin. 4 minuta e 50 sekonda deri në fund të qerekut të tretë të kësaj finale të 6 historike. Green deporton bukur atje, tenton, nuk realizon.
Dëshiron të rishikon këtë situatë Adis Beqiragici, kush ka luajtur i fundit me top. Pra pas rishikimit situatës, topi i fundit me top, pra ka luajtur McInnes atje. 14 sekonda për sulmin e Trepçës, mbrojtje e mirë, ka probleme rivonjën e topit. Myers atje lufton me McInnesin, i cili e pengon Myersin. Max Smith luftojnë atje Cotton dhe Morina. Tani me të vërtet edhe frimarja në palestër është vështërsuar jashtëzakonisht shumë. Është lagështi e madhe, zapullim e madhe. Mbi 4.000 shikues në palestër, atmosfera është e jashtëzakonshme. Interesimi i jashtëzakonshëm për finalin e 6 tash historike. Për herë të parë këto dy skuadra ndeshën në finalin në këto 31 finalet e basketbollit të pavarur kosovar, Trepça dhe Bashkimi. Dhe për herë të parë kemi një finale që shkon në 6 ndeshje. Williams dhe Tuna. Williams tenton për 3 pik, nga distanca edhe një herë. Dirk Williams i hatoshëm. Treshja e tretë e ti nga 5 tentime, 9 pik të Williamsit, të gjitha për 3 pik. Treshja e tretë e ti. Cotton deporton. McInnes e ndalë në mënyrë të palejuar. 54 me 42. Pak më heret pra. E patëm një seri prej 7 pikve rresht të Bashkimit. Fakt një seri prej 8 me një falni. Cilën Bashkimi e zbuti rezultatin nga minus 17-90, por tani Cotton me këtë kosh faul, realizimin edhe të gjuajtjes së lirë, e rikthene përsin prej 13 pikve, kur ka mbetur 3-45 deri në fund çereku tret. Max Smith. Por është që topi atje i rëshqiti, Madut deporton, mbi Williamsin tenton, nuk realizon. Zekici më i larti në kërcim. Morina organizon sulmin e Bashkimit. McInnes, pick and roll atje, Morina deporton me tabel, realizon Mençur, e ndali hapin atje Altin Morina dhe realizoi për 55 me 44. 11 pike për si. Dardan Kapiti është në loj, kërkon Kotoni që të hapën lojtarët e ti. Kapiti nuk e shfrytëzon atje pick and rollin dhe blokun e Kapitit, vendos të deporton derën në fund, tenton dhe në një mënyrë akrobatike disi u përpirua, edhe pse ishte pozitë shumë e vështirë dhe realizoi për 57-44. Williams. Me të vërteta kënd të kelle Cotton është fenomenal. Do të thot pa asnjë dyshim është shtylla e ekipit të Trepçës, kur të gjithë ndalen, ai disi realizon, e gjen atë mënyrën për të realizuar. Nga prapa vjen atje Dardan Kapiti, ndihmon të Mushishit, i cili mbeti në mismatch me McInnesin. Nga prapa Dardani
Dhe ndihmoj duke bloku, duke jateru McInnesit. 19 sekonda për sulmin e Bashkimit. Kërkon atje referi Vujinović të terë topi. Wendell Green do të rivoj topin e bën këtë tek McInnes. Edhe sulmi s'ka don. McInnes largohet nga loja. Në loj rikthehet Eric Copes. E tani pressing në tërë fushën. Nëse shënon skuadra e Trepçës, Sasha Jankovici ka kërkuar time-out. Mushic për Kotonin. Artin Morina nga prapa tentoi atje, por Koton është më i shpejt. Drilon Hajrizi lëvizje mirë mashtruese, e ndali në mënyrë të paljuar Samir Zekiqin. Beti Samiri i ngritur në qendrim basketbollit e shfryzoi këtë Driloni për të depërtuar, ndal në mënyrë të paljuar. Duke ndy gjuajtje të lira pasi Bashkimi ka plotësuar bonusin. 6 pikë, 3 kërcime dhe një top të vjedhur e ka Driloni deri tash. 4-3 është nga vija gjuajtjeve të lira, pra gjysmën e pikëve e ka shënuar nga gjuajtjet e lira. Driloni tani më shumë se gjysmën, 7 pikë të tij, 4 nga penalet. Herën e dytë e huq. E time-out pas sa gjuajtje të lirë dhe shënimit Drilon Hajrizit. 58-44, 14 pike përsi. E përsia maksimale ishte ajo e Trepçës prej 51 me 34, 17 pike përsi. Në fillim të këtij çereku e më pas e patëm një seri, pra pas atij deportimit të Mushicit. E më pas e patëm një seri prej 8-1, të cilin e nisi McInnes me atë kërcimin në sulm. Williams me treshe. Atë McInnes, Williams me 2 treshet e tij rresht. Para se Artin Morina të deportonte për 55 me 44, ndërsa Koton me deportimin e tij dhe Hajrizi me gjuajtjen e lirë e kthyen atë rezultatin pak a shumë që e pati në fund të pjesës së parë. Pra u afrua në një moment Bashkimi në 52 me 42 pas një serie për dikun 100 sekonda, një seri prej 8-1, mirë po shumë shpejt u përgjigj Trepça përmes Kotonit dhe Hajrizit. Dhe tani 2:20 deri në fund, 2:17 deri në fund çerekut të tretë. Wendell Green e ka topin dhe sulmin. Williams pranë tij është Madud. Williams dhe Madud po luftojnë. Koton dhe Morina. Pick and roll Copes. Morina deporton atje. Çfarë mbrojtje e Kotonit. I hatashëm. Morina pranë Kotonit, edhe Morina. Ka fol në sulm. Dhe Koton e përdor atje Brynën, se duket para krahun dhe e shtyen Morinën. Shofim në qirim të përsëritur. Apo e kam bërthyer. Ky është momenti, po. E kam bërthyer, ja, tregon atje se herën e parë nuk e parë si duhet. Williams dhe Madud. Shikoni, Koton e përcjell në hap Morinën. Nuk ka top të lirë. Williams tenton kësaj here nga distanca e madhe, atje nga 10 metra, nuk realizon kësaj radhe. Driloni ishte më i larti në kërcim. 1:27 deri në fund të çerekut të tretë. Koton për Madutin. Në thellësi atje, ja vjedh topi nga dora. Wendell Green nuk ngutet tani.
Madut e ndron atje ndrimin, drejtimin Madut e detyron Wendell Greenin që të deporton, dalet në mënyrë të palejuar, ne vrikoset me këte faul Adis Beqiragishi. Diskuton të Moshishi atje me Zurapovicin për këte faul, si do qoftë vendimi i referit është i fundit, do të dy gjuajtje të lira për Wendell Greenin, 58 me 45. Kjo pika e 11 e Wendell Greenit, 5 piki ka realizuar nga vija gjuajtjeve të lira. Pika e 12 e ti, gjysmën e pikëve Wendell Greeni ka realizuar nga gjuajtjet e lira. 6 nga 12 e afron rezultatin në 12. 12 pikë të Greenit, 12 pikë përsi për Trepçën. Cotton bukur atje për mrekulli, e shet të vetmuar prapa Dardan Kapitin, asiston për te, edhe njëherë shikoni vonohën atje, 3 lojtarë, pranë 3 lojtarëve nuk e mbyllin si duhet vinë fundore, Cottoni deporton, te Kapiti asiston, ky realizon dhe dalet në mënyrë të palejuar për të rikthyer 14 pikshin. Wendell Green bi Madutin. Dërsa Madut ik në kundërsun dhe bum! Pa. Çfarë loje? Çfarë pasimi, çfarë asistimi Dardan Kapitit. E këtu duna munale Ulpiana. Këto që e ka bo Dardan Kapiti, radhë po e shofim në parketet tona ku qendra me njerë maskoshit e qon kokën edhe bonat baseball pasimin me të parën. Shikoni, si nga dora cakët e basketbolit. Edhe Maduti iki në kundërsulm e përcoli, ama bash ashtu që shumësohën fëmijët me lujt basketbol edhe me pre kundërsulmin. 62 me 48. Mbrojtje fuqishme Madutit tani ndaj Greenit. Green kërkon hapësin për 3 pikë. Dardan Kapiti ka dalë atje me ndihmu dhe shkakton faul. Do të jenë 2 gjuajtje të lira sepse dhe Trepça e ka plotësuar bonusin. E kërkoi kontaktin Wendell Greeni dhe mori atë. Është efikas nga gjuajtjet e lira, 8 me 6. 6 shënime nga 8 tentime nga penarit sonte Wendell Green. 62 me 49. Pika e 15 e Wendell Greenit. Saj here huq, mirë po, Altin Morina e kap që top. William Stanton nuk realizon, Driloni lufton dhe e kap. Kërcim në mbrojtje i Drilonit. Wendell Green ja vjedh topin, lufta vazhdon, edhe Greeni tjetër. Ishte Madutin, falni. Ai cili ishte poshtë, çfarë karambolli, çfarë lufte, çfarë betejë për çdo top. Loja hatashme. Ha Ulpion? Definitivisht, takon Trepça po e kërkon me ngolën që të feston sonte këtu në këtë ambient, e lojtarët e bashkimit nuk kanë se çka të humbin më. Kjo i duhet bashkimit nëse dëshiron diçka më tepër. Në anën tjetër, Mitrovicasit nuk dëshirojnë që sonte këta njerëz t'i kthejnë duart thatë në shtëpi. Kështu që beteja është ja po e shofëm e MC Kreshën atje, natyrisht prej fëminisë për cilë Trepçën. Fansi i flakt si Trepçës. Ka marrë pjesë edhe në streetball.
10:32 sekonda deri në fund të këtij sulmi. Altin Morina për Wendell Greenin. Tmushishi është menjëherë pranë Greenit. Kopes ja bën bllokun, por Hunter shikoni në çfarë qëndrimi basketbolli Hunter. Green tenton për 3 pik, nuk realizon. Çfarë drame. Me të vërtet loje jashtëzakonshme. E na po ju lojmë pak me këtë atmosferë. Vazhdon loja, Qereku vendimtar, Lejson Zeqire ndalë në mënyrë të palejuar Drilon Hajrizin. 10 minutat vendimtare. A do të festoj Trepqa titullin e kampionit të edicionit 2025, titullin e 236 në histori të basketbollit të pavarur kosovar, apo bashkimi do të gjej forcën për të barazu seri në 3-3 dhe të dërgoj ndeshjen në finalen e 7 në Prizren të dielën. Kjo mbetet të shihet edhe 9 minuta 35 sekonda. Ka mbetur i blenduar atje Dirk Williams. Megjithatë gjithçka në rregull. Ndërsa e pam Mikajlët Mushici që ndroi me të gjatë atij momenti të rrëzimit. Ky është ndeshën pa dashje njëri me tjetrin. Aktualisht me 15 pik, Wendell Green i vetmi me pik 2 shifrore të bashkimin, ndërsa te Trepqa kemi 3 lojtar me pik 2 shifrore. Green 17, 11 Myers dhe 10 Kotor. Williams, lëvizje bukur mashtruese Kopes. Lufton atje, tenton kësaj radhe, nuk realizon, betët 62-49. Ende nuk kemi pik në këtë qerek. Green, sa bukur, por edhe ma bukur atje. I thot jo, Eric Kopes. E blokon Michael Greenin, lojtarin më të mirë në parket sonte. Lëvizje bukur mashtruese e Greenit, por të gjithë i mashtroj jo dhe Kopesin. 62-49, betët plus 13. Atje Altini me Drilonin. Driloni. Çfarë pozite shënon mbi Lejsonin. Driloni për të rikthy 15 plus e përsin. Në anën tjetër përgjigjet me njëherë Wendell Green për 64-51. Pika e 17 e Wendell Greenit. Atësa i ka edhe Greeni tjetër i cili e ka topin. 17 i ka edhe Michael. Pason Greeni Gjelbert, Greeni portokall të prek, topi për Trepqën.
Sasha Jankovici kërkon mbrojtje më të fuqishme, ndrimin e lojtarëve atje, marrjen e lojtarëve gjatë bllokut. Mos të lejojnë që të tentojnë për 3 pikë, të shohim. Trilon Hajrizi në sekundë. Aj, Trilon Hajrizi. Pa. Po jo prej Bajgorës, po pëmdokën bash prej Himalajeve. Kjo është ta kesh një Trilon Hajrizi në qastet vendimtare. lojtar Po jo të kalibrit të Trilonit. Jo Badihava po themi se Triloni është shtylla kryesore e sukses. Shikoni edhe një herë. Nuk pati ku për diçka më tepër, e shikoj semaforin. Edhe 2 sekonda kanë qenë deri në fund mbi Samirin. Samiri ishte lart. Edhe po pushesh, me të vërtet. Kjo ndodh një herë në Nimi Shuta. Trilon Hajrizi në qastet vendimtare, e ndrejt snajper dhe dëgjoni tani palestra. Më ka që nuk bashkohen tërësita. Tërë agon me të vërtet një shkëputje mjaft e merituar për ekipin e Trepçës në definitivisht që nga fillimi e deri në këto momente e kanë kontrolluar ndeshjen dhe shpërthimi erdhi 8 minuta janë deri në fund, por kjo e përsi është goxha e madhe që Trepça ta lëshon këtë lojë nga duart. 12 pikë, 5 pikë eksprese të Trilonit me këtë treshe, 12 pikë të ti, bëhet lojtari 4 me pikë në shifrore, i ka dhe 5 kërcime. Me të vërtet, su bukur atje, Max Smith depërton, Triloni ishte ofër me bloku, po Max Smith ishte më i shpejt dhe realizon rezultatin 14 pikë, afron edhe 7 minuta 50 deri në fund. 67 me 51 plus 16, gati u afro asaj e përsis maksimale prej plus 17 dhe topi shkon të Murshiqi tenton. Dhe tani edhe Murshiqi me treshe bombardon, njëherë Triloni, tani Mikaile për të rikthyer përsin maksimale prej 17 pikëve. Shikoni Adisin se si po nevrikoset, që po kanë përtime, Adisin që Triloni dhe të Murshiqi po lejojnë depërtimin në brendi, që nuk po e mbyllin mirë, që nuk po e blokojnë mirë atje depërtimin e Wendell Greenit, si kurse të ishte duke humbur 3-4 pike, jo duke fetuar 17. Williams, mbrojtja atashme e Kotonit e ndali Williamsin, Green, bit Murshiqin tani edhe Wendell Green, bit Murshiqin, përgjigjet atje, mbrojtje mire me Smithit, edhe njëherë shikoni Wendell Green, dueli 2-11-sheve, Wendell Green bombardon 75 me 56, e afron në 14. Një dueli snajperistave, kërkon gabim në hapa atje, po nduket që Kotoni edhe i bëri hapat, nuk e pan referët, kërkon Jankovici, Koton dhe Williams, Hunter i kryon hapsin Kotonit, dhe mbrojtje hatashme. Kjo është hira e dytë sonte që Williams po e përcjell Kotonin dhe kur po e lëshon Kotoni topin poshtë po ja hek. Herën e parë e goditi topin në këmbë Kotonin dhe fitoi topin Williamsi bashkimi në pjesën e parë. Tani e ka analizuar mirë depërtimin e Kotonit edhe e prek momentin. Dirk Williams tregon që është lojtar me përvojë dhe goxha i mençur për derisa luan si lloj mbrojtjesh. Edhe njëherë Triloni e shfrytëzon përvojën dhe eksperiencën e tij dhe e njeh mirë Samirin. Shikoni se si e krijoi përparsin, e detyroi që ta ndalë edhe njëherë në mënyrë të palejuar. Personalja e tretë e Zekiqit. Nga 3 faula kanë Smith, Copes dhe tani Zekiqi. Në anën tjetër 4 personali ka Kapiti. 3 personale i ka Triloni, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira
6-4 është nga vija gjuajtjeve të lira sonte Drinon Hajrizi. Në çastet vendimtare, kur Trepçës i duhet më së shumti, në skenë po dalin ata dy lojtarë të cilët i diskutuam edhe me Naimin Hajrizin dhe Valentin Spaqin të hënën në asist, Tekele Koton dhe Drilon Hajrizi. Pavarësisht komplet ekipa ka kontribu mirë, por në çastet vendimtare kur po thyet rezultati, kur po është e nevojshme që të mirët kontrolli lojës, natyrisht mos të harrojmë edhe të Mushiqin. Bukur atje, deporton dhe realizon Lejson Zeqiri për 71-58. 6 minuta e gjysmë deri në fund, 13 pike përsi për Trepçën. 13 sekunda për sulmin e Trepçës, tani 10. Green dhe Zeqiri. Green tërhiqet prapa nga çfarë pozite realizon, i krijon vetës hapësin Wendell Green. Presingi Kotonit ndaj tij. Sa bukur për mrekulli. Asiston Green, realizon Bunjaku për 73-60. Fantastik është kjo asistim i Fenomenal. Wendell Greenit. E nxurri në gjumë mbrojtjen e Trepçës. Komplet. Edhe pris poshtit. Lejson Zeqiri mbrojtje e mirë, Wendell Green atje, rëshqet topi. Shikoni atje të Mushiqin, e pa mundëson pasimin të William Smith. Ajajaj, por rëshqet topi shumë, nuk e pranon Zeqiri, kërkon falje. Kërkon Jankovic, i tani të gjithë për para, kërkon pressing. Hunter do të largohet nga loja. Madut kthehet në lojë, tani me një peshë pak më të shkurtër. Të dyja skuadrat po luajnë me peshë më të shkurta. Edhe Hunter edhe Myers po pushojnë, në anën tjetër McInnes dhe Kofo pushojnë, e huq atje Madut mbi Bunjakun, topi në anën tjetër te Greeni. Lejsoni i bën blok Greenit. Çfarë lëvizje mashtruese e mirë e ti. Është lënduar atje Max Smith. Shofim edhe një herë. Dhe me këtë rast është lënduar Max Smith. Gjithçka duket në rregull me të. Dy topa të humbur të bashkimit, Gjersa e patën pronësin, mund të theme, mund të ishte mjaft të rëndësishme në këto momente, këto pikë të ekipit të bashkimit, të cilat nuk arritën të i realizojnë, shumë të nevojshme realisht, por Trepça po vazhdon të haruan e përsin prej 13 pikëve. Edhe 5 minuta e 7 sekonda lojë. Plus 13. Green e ka topin, Maduti vjen në blok, nuk e bën blokun si duhet, mbetet Green me top, vazhdon Green, deri te Drilon Hajrizi, ndërsa nga prapa e blokon Jateron atje Lejson Zeqiri, Maduti ndalë në mënyrë të palijuar me Smithin. Jankovic kërkon foul jo sportiv. Do të kemi rishikim të këtij faulli, nëse është jo sportiv apo jo, me kërkesë e sfidon vendimin trajneri Jankovic. Do të mbetet faul. Maduti ka shkaktuar faul të thjeshtë, jo sportiv. Sfida e trajnerit Jankovic
ishte pa sukseshme me këtë rast. 4 minuta e 49 sekonda, topi do të rivohet nga ana, të dyja skuadrat i kanë nga 2 faulla. Trepça i ka 13 pike për Sit Mushiqi, atje e vjedh këtë top. I rëshqet topi edhe Mikailes, me të vërtet shumë është i rëshqitshëm parketi, sonte moti nuk ka pas si situate dikur për para. Palestra shumë kondenzohej, por jo sikur se sonte. Mbi 4.000 shikues nominatori në këtë spektakël të basketbollit kosovar. Edhe 4 minuta e 32 sekonda. Topi do të jetë për Bashkimin. Duhet të terë topin. Bunjaku pran e ka Michael Greenin. Vështirë të kontrollohet edhe topi, por është qetë shumë. Bunjaku për Zeqirin. O gabuar në hapa, e i sën Zeqiri. Edhe një tjetër top i humbur i Bashkimit në këtë qerek. A ishte ky gabimi në hapa i Lejsonit. Topi i 18 i humbur i Trepçës. 17 topa të humbur i Bashkimit, 18 topa të humbur Bashkimi, 17 Trepça. Koton për Mushiqin, shpejt lëviz topi atje Madut për 3 pik, nuk realizon Kapiti për Madutin. Topi shkon te Grini, nuk realizon, lufton atje Madut edhe një herë me kërcimin e tij të 2-3. Dominim absolut në kërcime, 39 kërcime, faulli Bunjakut. Ishte një mismatch aty me Dardan Kapitin dhe Valoni nuk e lejoj të realizon pikë të lehta, normal e ndal Faullin poshtë. Thash 39 kërcime të Trepçës, 26 të Bashkimit, vazhdon dominimi në kërcime. Tuna është kthyer në lojë. Një kohë të gjatë po e shohim Majersin jashtë loje. Për diri sa po ecin gjërat mirë, e ka kryer, po besoj agon ai punën e vetën të ishte tjera. 3 minuta e gjysmë deri në fund, 13 pik plus. Është gati 2 minuta, s'kemi pik nga asnjëra skuadër. Me ka skaduar sulmi, thot referi Rutërshić. Green, 3 minuta e 15 sekonda deri në fund. Vazhdon sulmi, rëshqet topi, por Zeqiri ndihmon Greenit, i cili me aksion individual po tenton atje, po e komplikon. Sulmi ri sepse luajtur me këmbë. Kapiti. Ja, po e shofim atje Lindrit Misini, nën kryetarin e klubit, i ullur këmbë kryq, i thelluar në mendime. Pran maskotës Mitrovica Zvezdeqës. Bunjaku. Topi shkon në anën tjetër, Williams e shë atje për mrekulli, koridorin depërton, realizon për 73-61 pas 2 minuta e gjysmë loj. Edhe 2:40 deri në fund, Koton, topi shkon në anën tjetër Tet Mushiqi. 2:35 sekondat po kalojnë, drama po rritët, Madut depërton, nuk realizon, Williams më i larti në kërcim, Madut poshtë në parket, Max Smith topi po rëshqet, Williams tenton për treshe dhe realizon treshe. 73
65. Sa shpejt afrohet Bashkimi me 2 mbrojtje të shpejta në vetëm 8 pikë, ndërsa kanë mbetur edhe 2-18 deri në fund. Shpërthen Dirk Williams edhe kësaj radhe kur i duhet ekipit më shumë të këto 5 pikë radhaze, definitivisht fenomenal. Është Dirk Williams i jep shpresë ekipit të Bashkimit dhe ka kohë, 2 minuta 18 sekunda janë shumë, 73-65. Tashmë Bashkimi po e jep atë energjin të cilën duhet ta jepte që nga fillimi i ndeshjes, por normalisht në këto momente Adis Beqiragiqi e kërkon time-outin për të ndalur këtë seri dhe këtë rikthim të ekipit të Bashkimit. 4 treshet Dirk Williamsit nga 8 tentime, 50% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. 1-1 për dyshe, 14 pikë të tij, 20 i ka realizuar Wendell Green, pra së bashku kjo dyshe ka realizuar 34 nga 65 pikët e Bashkimit. Tandemi Wendell Green dhe Dirk Williams. Në anën tjetër të Trepqa kemi 4 lojtar me pikë dyshifrore. Michael Green 19 pikë e 5 asistime. Drilon Hajrizi 13 pikë e 5 kërcime. Myers 11 pikë e 4 kërcime dhe Cotton me 10 pikë. Mushiqi organizon sulmin. Myers e ndalë në mënyrë të palejuar. Teknike për Wendell Greenin, i cili përjashtohet nga loja për shkak të 2 teknikeve. Është kjo teknika e dytë e Wendell Greenit, i cili duart roket referit dhe për këtë ndërshkohet me teknikën e dytë. Mëkat që Green largohet dhe e lë realisht ekipin në këtë moment, nuk ishte e nevojshme ajo, pavarësisht i pëlqen apo nuk i pëlqen vendimi i referve, ka ditur që ka një teknike dhe Wendell Green duhet të largohet komplet nga palestra për shkak të suspendimit nga loja. Pra jepët edhe vrejtja e fundit që mos të hedhen një sende dhe mos të zbrazët palestra, bëhet thirrja nga spikeri zyrtar me vrejtjen se kanë mbetur vetëm edhe 2 minuta 11 sekonda dhe janë e përsi për i 8 pikëve. Dardan Kapiti largohet, në lojë rikthehet Drilon Hajrizi. Michael Green është kjo pika e tij e 20, 73 me 65. Duhet të jetë 74 me 65, po tash përmirësot që ato dhe isha dhe unë nuk e fasot, që ato dhe realizon.
Edhe tërë bon. Edhe tërë bon dalët Rima në palestër. 74-65. E qëfar atmosfere tani. Të gjithë me telefona bëjnë Jo e drejt. planifikuar, por e bukur. Si duket Keku i surprizon të gjithë. 74-65 është rezultati. Në fakt duhet të jetë 76, sepse Koton deportoi dhe realizoi. Kafe 6. A munësh, ju lutëm regjia, kemi nevoj për asistencën e juaj, që të shofim se dhe sa minuta loj janë, është 2 apo jo para se të ndale i drita. Çdo që në regull, 2 minuta deri në fund saktësisht. 76-65 sulmi për Bashkimin. Bunjaku shmangët atje. Williams tenton për 3 pik, nuk realizon. Topin e kap Michael Green, Cotton deporton atje. Dhe gabim në hapa ka shkaktuar tek Kelle Cotton. Time out kërkon Jankovici. 1 minutë 48 sekonda deri në fund të edhe një drame mes të Trepçës dhe Bashkimit. U afrua në 73-65 Bashkimi. E më pas e patëm atë gabimin teknik të cilin e shkaktoi Wendell Green me një sjellje shumë të pamatur. Duke duar trokit, duke ditur që ka një teknike, duke duar trokitur në ftyrë atje Zurapovicit, i cili e ndërshkoj me teknike dhe u desh ta suspendoj ta përjashtoj nga loja për shkak të 2 teknikeve, në anën tjetër, pra dhe ja tani. Komplet krejt minatori, po dridhëm edhe ne këtu. Çfarë vibrime adhurues të basketbollit, nuk jeni këtu për me e përjetu këtë, po me të vërtet moti, ndoshta një 15-20 vjet nuk po pak si atmosfera. 76-65, Williams tenton, nuk realizon, Cotton atje, kthe dhe kap këtë top, 1-14 deri në fund. Mushici, por është qëtë topi, mbrojtja agresive e Bashkimit. Baloni është pranë Mushicit. Mbrojtja agresive. Bunjaku luan me këtë. Mushici e bën rivënjën e topit. Green. Driloni atje, lufton me Max Smithin, rrëshet, rëzohet po qohet. Green bi Zeqirin tenton, nuk realizon. Madut është aty dhe e përmirëson pik shumë të rëndësishme të Madutit në këto qaste. 78-65, Williams.
Cotton ka luajtur me këmbë. Do të jetë sulmi për Bashkimin. Drilan Hajrizi shkakton personale, është ky faulli i tretë i Trepçës, i katërt i Drilonit. Edhe 62 sekonda. Realisht agojnë ai momentumi që mori Bashkimi dhe u afrua në lojë, definitivisht janë dali Wendell Green. Edhe nuk e lejoj që ekipi i tij të bën diçka më tepër, edhe pse realizon tani Williams, por jemi në fund. Driloni e ka përvojën tani, shkojnë me sulme të gjata, kanë vetur edhe 40 sekonda. Çdo gjë flet në favor të Trepçës. Madut atje deporton dhe realizon për 67. Neksmith 26 sekonda deri në fund. Mbrojtja agresive, Madut e vjen topin, shkon dhe ngulit për 82-67. Punjaku tenton, nuk realizon. Zeqiri për Williamsin. Altin Morina tenton, nuk realizon. Cotton dhe këtu çdo gjë merr fund. Trepça është kampione. Përshëndeten Jankovic dhe Adis Beqiragiqi. Për herë të dytë Trepça për herë të parë historike me Bashkimin, për herë të dytë dhe për herë të gjashtë në histori, 18 trofej Trepçës që nga pavarësimi i basketbollit kosovar dhe trofeu i 13 për Adis Beqiragiqi. Po ju lë pak me këto pamje. Ja, ato që tha Vulpiana, Bedri Hamza dhe Albin Kurti njëri pran tjetrit. Basketbolli nuk këndon, po bashkon. Basketbolli po e bën atë që po e kërkojmë gjithë në politikë, realisht në citi shohim bashkë në këtë festë basketbolli minatore. Me të vërtet atmosferë fantastike. Trepça realisht sot pati një paraqitje më të mirë se Bashkimi. Ishte kjo ndeshje edhe ajo ndeshje në Prizren ku Trepça dominoi, të gjitha ndeshjet tjera ishin super të barabarta. Duhet përgëzuar edhe ekipin e Bashkimit, ka treguar karakter, ka treguar lojra të bukura, ka dhuruar spektakël edhe spektakël pam edhe në Prizren. Tifozëria edhe në Prizren ishte fenomenale, gjithë bashkë na dhuruan finale fenomenale, një seri të paharrueshme, ndërsa në fund Mitrovicasit festoi në palestrën e tyre, ashtu siç ndoshta kishin dashur më së miri për ta, do të ishte të festonin këtu në Minatore. Derisa po presim ja ky njeri Adis Beqiragiqi, i cili erdhi në vitin 2020 në shkurt Tepeja dhe e fitoi kupën me PE në vitin 2020, pastaj ishte treneri Golden Eagle Yllit, me cilin bëri histori me 4 trofe të fituar,
është ky trofeu i 13 i trofeu i 13 i Adis Beqiragiqit me 3 klube kosovare për 5 vjet. Për herë të 4 shpallët kampioni Kosovës, 2 herë me Yllin 2021-22 dhe 2 herë me Trepçën 2024 dhe 25. Ja po i shifni atje dhe gëzimin e skuadrës e Trepçës, Anes Gashi, Sami Hunter, Michael Green, Batën Tuna, Junior Maduti, Mikalet Mushici, Driron Hajrizi, Michael Myers, Riyad Ferrati, Rion Kastrati, Tekele Koton dhe Dardan Kapiti, në udhëheqjen e Adis Beqiragiqit me ndihmësit e tij Petrit Zeqirin, Brahim Veselin, Diamant Çavushin e shumë të tjerë. Ja pra, atë që e tham parës, basketbolli afron, ndërton ura, përderisa për dallim prej politikës e cila fatkeqësisht po na ndon. Vendoset atje edhe shenja e fituesit të kupës kampionit, titullit të kampionit për edicionin 2025. T'ju them se për Driron Hajrizin, veteranin e basketbollit kosovar, është ky trofeu i 16 në 17 vjet. Kampioni Pro Credit Superligës së Kosovës, KB Trepça. E tani medaljet e argjenta për nën kampionin e Kosovës, bashkimin për bashkimin, si tham edhe në fillim, është kjo finalja e 4. Vetëm një herë deri tash ka fituar titullin e kampionit në edicionin 2017-18. Duhet të krijohet hapësira atje për ndarjen e medaljeve. Ftyrat zgënjëra të lojtarëve të bashkimit u munduan, luftuan. Altin Morina, kapiteni, Fis Jashari, Max Smith, Dirk Williams, Valon Bunjaku, Eric Cope, Besim Butyqi, Wendell Green, Samir Zekishi, Meriton Ismaili, McInnes dhe Lejson Zeqiri, me trenerin Sasha Jankovicin, dhe ndihmësit Bledar Gjesha, Elbesar Gështenjën, drejtorin Qëndrim Biraj, e shumë të tjerë. Ja, dhe mirë njohje për sponsorin general të Superligës së Kosovës, bankën Pro Credit, për përkrahjen edhe në këtë edicion fantastik të basketbollit kosovar, i cili për herë të parë në histori pati 6 ndeshje finale, serim prej 4 të fituarave. Për herë të parë në histori, bashkimi dhe Trepça u ndeshën në një finale në këto 31 vite, 31 edicione faktikisht, jo 31 vite. Për herë të parë, pra, skuadrat e 4 së madhe historike, po e them. Zëvendës Ministria e Sportit, ushtruese e detyrës Daulina Ismani dhe Shkërzem Peteu, antari i bordit, daj medaljet e argjenta, edhe Linda Shala ndihmon atje. Tëresha, antarja e bordit të Federatës Basketbollit, Daulina Ismani për Butyqin, McInnesin ish gënyer, Samir Zekiqi,
Jason Zeqiri. Valon Bunjaku. Fisja Shari. Kushtrim ka bashi atje. Galinda Shala, Meriton Ismaili nga Shkelzem Fetio pranojnë medalit dhe tani natyrisht edhe për kryesin dhe stafin trajnerat Jankovicin, Qeqaj, Gështenja, Biraj. E kështu me radha dhurës të basketbolit, pra një bashkim i cili është ringjallur, është rikthyer me rikthimin e një kryesie e cila ka bërë një punë të mrekullueshme si vjet. Kampioni Pro Credit Superligës 2024-25 skuadra e Trepçës. Atë që pa thënë edhe Drilon Hajrizi në një emision në asist, duke thënë se bashkimi po e bën atë që ka bërë Trepça para 4 vite, ka nisë një rrugtim për të rindërtuar rrugën e suksesit të cilën e pati në edicionin 2017-18 dhe largohen lojtarët e bashkimit. Dhe tani medaljet e arta për fituesit do t'i ndajnë kryetari i qytetit të Mitrovicës Bedri Hamza dhe kryetari i Federatës së Basketbollit Kosovës Fatmir Gashi, i cili dikur ishte edhe kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, pra e me Bedri Hamzën së bashku kanë qenë edhe në pozita dhe funksione. Bedri Hamza si guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës dhe Fatmir Gashi si zëvendës guvernator, si zëvendës i tij, pastaj edhe në Ministrinë e Financave. Bedri Hamza si ministri i Financave dhe Fatmir Gashi si zëvendës ministër. E sonte pra bashkohen këtu me basketbol për të dorëzuar medaljet për fituesit e edicionit të si vjetëm të Pro Credit Superligës së Kosovës. Drilon Hajrizi pranon Michael Myers, një prej fuqive. Pra Anes Gashi, Sami Hunter, Michael Green, Batten Tuna, Junior Maduti, Mikajlet Mushishi, Jakotoni, Dardan Kapiti aty pran, Adis Beshiragishi, thash adhurues të basketbollit, se për te është trofeu i 13 me 3 klube kosovare për 5 vjet, 4 herë kampioni Kosovës, 2021-22 dhe 24-25, pra 2 herë ka arritur që 2 herë rresht të fitoj titull i kampioni, 4 herë ka fituar kupa, 2 herë superkupa, 2 liga unike dhe 1 kupë mbar kombëtare, 3 herë trajner i vitit, 2021-22 dhe 24, Adis Beshiragishi. Anën tjetër Drilon Hajrizi, 16 trofe me 3 klube për 17 vjet, 4 herë MVP i Superligës së Kosovës, 5 herë MVP i Kupës së Kosovës, Mikajlet Mushiqi, 15 trofe për 9 vjet, dhe Erion Kastrati, 19 në Kosovë dhe Sloveni. Ky është i 13 për Erionin në Kosovë, me Yllin dhe me Trepçën. Të shohim MVP play-offit. Pra Michael Myers shpallët MVP i seris finale play-offit Pro Credit Superligës. Fuqia dominuese në trapez. Michael Charles Myers, qendra 33 vjeçare, 208 cm i lindur në New Jersey,
që ka pasur një karrierë të pasur si një globetrotter i vërtet, pasi ka shëtitur botën poshtë e përpjet, ka luajtur në Evropë, në Belgjik, Çeki, Estoni, Finland, Francë, Greqi, Itali, Turqi, Ukrainë e në Azi, ishte pjesë e ligave të mëdha. Dhe ta dëgjojmë intonimin e hymnit të Republikës së Kosovës. Momenti kulmi i këtij edicioni, ndarja e trofeut të kampionit, të cilën do ta bëjnë sekretarja e përgjithshme e Federatës së Basketbollit Kosovës me ushtruesin e detyrës të kryeministrit Albin Kurtin. Kupa i dorëzohet kapitenit Anes Gashit. Flaka dënë tashmë të përgatitur. Dhe momenti final. Klubi basketbollistik Trepça është kampion i edicioni 2024-25 të Pro Credit Superligës. Po e shihni edhe pamjet, gëzimin e Vullnetës Fazl dhe Lindrit Misinit, njerëzve më të merituar për rilindjen e basketbollit Mitrovicas, i cili para 4 viteve ishte në prag të rënjës nga elita e basketbollit kosovar. Dal nga dalë filluan rindërtimin e skuadrës dhe trasuan rrugën drejt trofeve. Është ky trofeu i 18 i fituar i Trepçës. Dhe i 9 për këto 4 vite, titulli i 2, 3, 6 në përgjithësi. Ja gëzimi i madhi Trilon Hajrizit, njeriu më të merituar, i cili me kthimin e tij te Trepça i ktheu edhe trofet. Shumë shpejt do t'i kemi edhe intervistat me aktorët e kësaj finale. Ulpiana Emra është atje dikun, me të vërtet nuk po shihet mo asgjë këtu.
Atëherë afër me kush tjetër pos Drilon Ajrizi, Drilon urime fillimisht për këtë trofe. Trofe pas trofeu, nuk po dini të ndaleni, çka vendosi në këtë seri finale? Po, me thonë drejten, ka qenë një kampionat me të vërtet shumë i vështirë, një kampionat kogja i nivelizuar. Ka po shumë skuadra që kanë mujtë me fitu titullin e kampionit, po ja që gjua e kampionit duhet kupën më mësu. Kështu që kanë ku më mësu dhe gjuhën e kampionit. Kogja kjo fjallë e madhe për kundërshtarët, cila qysh është kjo gjuhë? Neve nga ka shku kogja gatë deso e këna mësu, kështu që tash e këna mësu, e tjertë le presin deso të mësojnë. Si i vlerëson ndeshjet kundër Bashkimit, si ka qenë rivaliteti dhe çka ishte që mund të themi sonte që e tha fjalën kryesore? Po, ta thënë drejtë e këmë thonë në nësi so herë që Bashkimi ka skuadër shumë të mirë, po ja që përvoja në mes tyne nuk është. Kështu që na dilën këna me shku në Prizren dhe pi kafe nështë ta na thirë treneri tyne. Se ka thonë që shtë, ta është të këshirëm apë na thirë, që na thirën e pi premtej që kom e shkue. Kry Drilon, ndështë asni kafe ju në Prizren, po tonë në asis na shijem që të shish. Atëherë ishim me Drilon Ajrizin, për pak qaste do t'jemi, po besoj edhe me trajnerin Beqrakish, por edhe me lojtarët tjerë. Afër me është edhe njëra nga shtyllat e skuadrës definitivisht tek Kelle Cotton. Really hard finals, but you're celebrating now in Mitrovica. How it feels being a champion here and what decided in these finals? It feels great first and foremost. I think today we had one goal in mind, and that was to come home and be finished with this series, but every team we played coming up until this point has been very good, very tough fights. I'm just happy that we're done right now. Thank you very much. I'm not giving you more. Thank you very much. Thank you. Atëherë ishim me të Kelle Cotton, e ndala shkurt pasi do t'jemi edhe me të tjerët. Tha që jam shumë i lumtur që fituam dhe festuam këtu sonte. E patëm vetëm një qëllim, vetëm fitoren, ndeshjen ishin shumë të vështira, megjithatë arritëm që të festojmë në fund. Për pak çaste do të rikthehemi me intervistatën të tjerët. Tani e kemi këtu edhe MVP-n e serisë finale. Tough games,
but you're celebrating here not just one trophy for you, but also an MVP trophy. How it feels before talking about the details? Man, it's crazy, man. First I want to thank God, you know, without him I wouldn't be in this position right here. I want to thank my coach, I want to thank the management, I want to thank my team. I wouldn't be able to do none of this without them, man. And I'm just so happy right now. I don't know this. I want to keep it brief. I'm just so excited right now. Man. It was a really tough fight with the Bashkimi team, but the toughest fight was with you under the basket. How it felt for you, and what can you say to us about the fight you had? And you won that fight because you won the MVP trophy. I wanted to put the team on my back, you know what I'm saying? Everybody, they screaming MVP, and the fans always like give me the power to go hard, you know what I'm saying? So it just, we did it, man, we did it. And what decided, by your perspective? Say it again, I can't hear. What decided to win this trophy? We just stuck to the plan. We stuck to the plan, we fought to the end. Thank you very much. Atëherë ishim edhe me MVP-n Myers, I cili tha që fillimisht doja të falenderoj Zotin dhe gjithë përkrasit tanë me të vërtetë është fantastike të festosh këtu. Ka qenë shumë e vështirë, pyeta pastaj edhe për luftën që e pati me qendrat e bashkimit. Tha që unë jam munduar të jap maksimumin për ekipin tim dhe në fund të arrim deri tek fitoria, ndërsa në pyetjen se çka vendosi për këtë trofe, tha që ne qëndruam besnik planit që e kemi bërë dhe arritëm që ta marrim edhe trofeun. Për pak qaste, pres ta kem këtu edhe trajnerin Adis Beqiragic. Afër me është edhe Mikajlet Mushic, kësaj radhës po të lëshaj shqip kime në folë. Qysh po njëherë që po vazhdon me ngrit trofe me Trepçën? Shkort, se më të shumë. I don't know how to speak. Wallah, I get blocked immediately. Important is kena fitu kupat. I can't speak. Wallah, sorry. Okay. I don't know what to say. I just want to thank to all Torcida. You see what kind of atmosphere they made. They always I'm just repeating myself. They always supporting us through the whole season. But this was the most important game. We fight all this season, all 10 months, to have chance to play home in front of our fans and to have chance to win the championship. And we did tonight. I think we did a great job in defense. I think we stopped the main players of them. We play very aggressive defensively and offensively. I think it wasn't perfect, but I think it was enough to win the game in championship. And what you have to say to the fans tonight? At least this. Tonight, I hope we're gonna keep celebrating. I don't know there is but we're gonna celebrate for Dermenjes, inshallah. Okay.
Thank you very much. I'm not keeping you anymore. Thank you very Thank much you. and congrats for the win. Ciao. Atëherë ishim me Mikajllet Mushiqin, shpresova që kësaj radhe po na fol shqip, por as kësaj radhe nuk foli shqip, gjithsesi ai tha që ishte ndeshje e vështirë dhe i ndalëm lojtarët kryesor. Ky ishte definitivisht Chelsea I kësaj fitore, nuk ishte më e mira nga ne, po ishte mjaftueshme që të arrijmë deri tek fitoria. I falenderoj gjithashtu edhe tifozët të cilët I përkrahën në ndeshjen kryesore sonte, pra ishin këtu bashkë me ta. Për pak qaste po shpresoj që do ta kemi kësaj radhe edhe trajnerin Adis Beqerakis.
Coach, finally you did it, and another trophy. But what decided tonight? I guess you should be happier with the performance comparing to the other games tonight. You controlled everything from the first minutes till the end. Yes. I think the most important thing that we changed some rotations that they didn't get to used to. We had normally we always play on perimeter with two Americans. For the long time we play with the Tuna and Tmušić on the perimeter, so we use inside Mike and Semi Hunter, and that aggressivity broke there back in the second quarter, and after that we just keep and protect the distance different that we got it. So I believe that was the crucial part of the game. Other things, we are very happy for the club. First of all, for the management, I always say, if you don't have good organization, it's very hard to make jobs. So we have a really good organization, and I really wish that this Trepča makes something in Europe. I know it's not easy, but inshallah, one day they will be successful in the Europe too. You're saying they, but are you a part of this they? I'm not anymore. From after this game, I'm freelancer, how we say. But I don't know what will be tomorrow, maybe a different way. Maybe tomorrow you will be with them. Yes. It's it's open. Yeah, but we speak, inshallah, we make it looks like that. But right now, officially, Now, if you're saying looks like that, you will stay. There are more personas that you're staying. I think we speak with the president already that we want to stay. They want me, and I want to stay here. I want to stay here. I feel comfortably. But it's not easy, I must tell you. The last 2 years we won all 7 cups that we played. That's normally you can be the best club, you can have a best players, coaches. Normally you make mistakes somewhere. For the 7 times, we didn't make mistake either one time. That's, on the end I say Shuturzot, there's nothing to say different. Coach, also I want to ask you, what will you remember from this season and what was different during this season comparing to the last one? You know what I will remember? I said to my colleagues, coaches, we start with one roster and we won Super Cup. On the cup we had a different roster and we won the cup. Now we had a different roster, we won the championship. And that show that we are doing good job. Coach, thank you very much and congrats again for the win. Thank you. I guess I'm saying this time see you in Europe Games. Yeah, I hope so. Thank you very much. Ishim me trajnerin Adis Beqeragi që pyeta për Chelsea në fitores sonte. Tha sonte I bëm disa ndryshime, shumë më tepër luajtëm me lojtar më të shkurt, një lojë të cilën nuk e kemi aplikuar dhe ishte lojë më agresive, pra duke I zaventuar qendrën majës, duke luajtur shumë më tepër me Semi Hunterin dhe me lojtar të tjerë shtat shkurt dhe kjo tha që ishte një lojë që bashkimi nuk e kishte pritur, kështu që arritëm edhe deri tek fitoria. E falenderoj kryesin dhe tha që definitivisht fal tyre jemi këtu ku jemi, pa një organizim të mirë të skuadrës, nuk mund të arrihen këto suksese, ndërsa e pyeta edhe nëse do të qëndron. Ai tha që I kemi pasur disa bisedime, po besoj që do të arrijmë edhe deri tek marrëveshja. Megjithatë, për momentin jam trajner I lirë nga ky moment, ndoshta nesër mund të ndryshojnë gjërat. Në fund e pyeta edhe çka do të mbajnë mend nga kjo sezon dhe çka ishte ndryshe këtë sezon për skuadrën e Trepçës. Tha që në ndeshjet e Superkupës e nisëm me një roster tjetër e fituam. Pastaj në ndeshjet e Kupës
përsëri e ndryshuam rosterin, e fituam edhe kupën dhe në fund tani. E fituam edhe trofeun me një roster plotësisht ndryshe dhe kjo tregon që ne si skuadër i kemi bërë gjërat mirë. Kaq të nderuar shikues nga intervistat, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa linjën e kthej te kolegu Agon Femiu. Adhurues të basketbollit, kështu dal nga dal jemi tu e përmbyll, kemi ardhur deri në fund të një edicioni, një maratone të vërtet basketbollistike, një edicioni super të nxehtë, super të zjarrt, i cili kulmoi sonte me fitoren e Trepçës, titullin e 2-36 në histori të basketbollit të pavarur kosovar për Trepçën, 7-7 pra 7 finale të fituara në udhëheqjen e Adis Beqiragiçit. Ju thash pra një prej trenerëve më të suksesshëm kosovar të gjitha kohëve është ky trofeu i tij 13 me 3 klube kosovare për 5 vjet. Urime të gjitha skuadrave të cilat morën pjesë si vjet në këtë edicion të jashtëzakonshëm. Na vjen keq që Proton Cable Prizreni është larguar nga liga, mirë po urime skuadrës së re Great Blendit të Rahovecit, basketbolli i Rahovecian dhe Miza Irisma po na kthehen në edicionin e ardhshëm. Proton Cable Prizrenit i urojmë shumë sukses edicionin e ardhshëm dhe një rikthim sa më të shpejt në këtë edicion, sepse është skuadër e cila i ka dhënë hieshije me vërtet të madhe të gjitha skuadrave pjesëmarrëse, të gjitha atyre të cilët kanë kontribuar në këtë edicion të shkëlqyeshëm, duke filluar nga lojtarët, trajnerët, stafet përcjellse, kryesitë e klubeve, sponsorët dhe natyrisht në fund dhe jo me më pak rëndësi atyre të cilët e kanë realizuar çdo ndeshje, çdo takim të këtij basketbollit kosovar dhe të cilët kanë punuar që këto kënaqësi të basketbollit ton t'ju afrojnë në shtëpitë juaja apo kudo që jeni, si e kom zakonuar me thonë në Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë, kudo në rrezullin toksor. Pra sonte i falenderoj për një realizim fantastik ekipin e Effect Media, natyrisht edhe ekipin e Oxygenit, kolegët e mi të Art Motion dhe krejt në fund dhe jo me më pak rëndësi kolegën time Ulpiana, e cila si vjet ka bërë një punë të mrekullueshme. Nga unë Agon Fehmiu dhe komplet këta të cilët i përmenda, kaq për sonte, kaq për këtë edicion, e ne shihemi kismet gjallësh në edicionin e ardhshëm.